Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me lajmet në radio televizionin publik të Kosovës. Unë jam UÇK, njehoj pas ditën e sotme në kryeqytetin shqiptar, ku mblodhen mijëra qytetarë në protestën e thirrur në përkrahje të ish-krerëve që po gjykohen në Hag dhe kundër padrejtësive të speciales. Tirana mblodhi qytetarë nga gjitha trevat, ku ka shqiptar në marshin që u thirr nga organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës, flamujt kuqezi e fotografitë e ish-krerëve të UÇK-s mbizotruan në duart e pjesëmarrësve të këtij marshi në mbështetje të Thaçit, Veselit, Krasniqit e Selimit. Për ushtrinë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, Recep Selimin, e për ish ushtar të UÇK-s të cilët po gjykohen në Hag. Mijëra qytetarë nga të gjitha trojet shqiptare u mblodhen në Tiranë për të protestuar kundër padrejtësive të gjykatës speciale ndaj ish-krerëve të UÇK-s. Unë jam UÇK dhe liri për çlirimtarët ishin thirrjet kryesore që jehonin në protestën e zhvilluar në kryeqytetin shqiptar, në mbështetje të vlerave të UÇK-s dhe luftës së lavdishme të popullit të Kosovës. Hysni Gucati, kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, tha se kjo protest ngrit zërin për të kërkuar drejtësi, teksa theksoi se nuk do të lejohet të përdhoset emri i çlirimtarëve. UÇK-ja nuk ka nevojë me dëshmu se ka qenë ushtri qlirimtare. Këtë e ka dëshmuar vetëm historia, e ka dëshmuar populli, e ka dëshmuar varret e dëshmorëve të kombit. E kanë dëshmuar bota mbar pa në sytë e vet krimet serbe në Kosovë. Sot përmes kësaj, gjykata të padrejta po gjykojnë jo krimet, por vetëm fajtorët janë si popull, po përpiqen me barazu viktimen me xhelatin. Ish-presidenti i Shqipërisë Alfred Mojsiu deklaroi se ushtarët e UÇK-s luftuan për lirinë e Adheut, liri e cila u fitua me gjak, derisa nënvizoi se çlirimtarët nuk kanë kryer krime. Këta krima nuk ishin friksuar, por burrat fort që ndronin të jetë të gatshëm për të sakrifikuar, për të pasuar luftën e UÇK-s, si dhe gjithë popullit kosovar. Nga njollat që padrejtësisht po përpiqen të japin ata që nuk ja duan të mirën shqiptarëve. Ali Ahmeti para mijëra qytetarëve thirri për ngritje të zërit për drejtësi, teksa shtoi se gjykata speciale po përpiqet të njollos imazhin e UÇK-s. Kur u hetua dhe u kuptua që çdo gjë ishte një trillim propagandues për ta nxirrë imazhin e luftës tonë çlirimtare, prokuroria nxitoi dhe përpiloi një akt akuz tjetër, mu në ditën kur në Washington, në prezencën e presidentit Trump, duheshte të nënshkruhet marrëveshja për njohje të ndërsjellët midis Kosovës dhe Serbisë dhe përfundim të hasmërisë shekullore, pandarje dhe shkëmbim territoresh. Me thirrjen për beslidhje të shqiptarëve kundër padrejtësisë ndaj ish-ushtarëve të UÇK-s, u përmbyll protesta në Tiranë, e katërta pas 2 protestave në Prishtinë e 1 në Hag. Punët për zbardhjen e fatit të pagjeturve në një deponi në fshatin Kozhli afër Novi Pazarit, që kanë filluar tash e 1 muaj, po zhvillohen me intensitet të ulët dhe ndërprerje të shpeshta, gjë që sipas palës kosovare përbën një strategji të qëllimshme të autoriteteve serbe për të penguar zbardhjen e fatit personave të zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë. Gërmimet për gjetjen e të pagjeturve të cilat kishin filluar në fillim të muajit shtator në një deponi në fshatin Kozhli afër Novi Pazarit, aktualisht po zhvillohen me intensitet të ulët, ato shpeshherë ndërpriten dhe rifillojnë. Sipas palës kosovare, kjo qasje zvarritëse duket se synon të pengoj procesin e identifikimit dhe gjetjes së mbetjeve mortore në këtë lokacion, ku dyshohet se ndodhet një varrezë masive. Kryesuesi i Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur Andin Hoti ka deklaruar se pala serbe po treguohet jo bashkëpunuese. Ai ka theksuar se Serbia po vazhdon ta zvarrisë punën në terren për zbardhjen e fatit të zhdukurve gjatë luftës në Kosovë. Po dojnë me bo Kozhlën një praktikë që kanë pas në Rudnis dhe në Kishevak, 2 lokacione tjera që kemi trajtuar, që kanë marrë nga 5 vite të dyja. Domethënë
të shtyjmë kinse punt edhe një 5 vite në Kozhle, dhe pas 5 vite shqyqojmë për me ndryshon si ata dhe harrohen këtë punë. Kjo është qëllimi tyne. Sepse me qenë në anën e tyne, ata bëdojnë me ikë përgjithësisë së krimit. Për shkak të kësaj, Hoti ka thënë se brenda këtij viti nuk pritet madje as terrenit të bëhet gati për gërmime. Me qenë kështu i drejt mos me majt shpresë familje, sepse kjo është me rëndësi. Unë nuk besoj që brenda këtij viti do të shkojmë tek lokacioni që është 15 metra nër Meturina, ku dyshohet vareza masive. Hakika Sumi nga shoqata për hulumtimin e fatit të personave të pagjetur thekson se shtyrja e përditshme zbardhjes së fatit të zhdukurve është një politikë e vazhdueshme serbe, e cila sipas tij njeh vetëm presionin. Informatat për ta të gjitha i ka në dosjet e veta Serbia, po s'po kem fuqi, s'po kem forcë dhe s'po kem miq të duhur në bashkinë ndërkombëtare që të bëjmë se ata vetëm me presion mund të japin dhe mund të hapin arkivat e tyre. Në takimin e fundit të shtatorit në Bruksel mes negociatorëve kosovar dhe serb me ndërmjetësimin e emisarit evropian Sorensen, Serbia zyrtarisht ka refuzuar zbatimin e Komisionit të Përbashkët për persona të zhdukur, duke kërkuar ndryshimin e termave të referencës terma këto të miratuar në dhjetor të vitit 2024 të Komisionit të Përbashkët të personave të zhdukur, ndërmjet të dy palëve në Bruksel. Kryeministrin detyr Albin Kurti ka deklaruar se pasaporta e Republikës së Kosovës është më e fuqishme se kur më parë sipas raportit vjetor në indeksin e pasaportave Henley. Sipas tij, Kosova ka kaluar nga vendi 108 që ishte në vitin 2021 në vendin e 65. Edhe në krahasim me vitin e kaluar, Kosova ka pasur ngritje në raportin përfundimtar vjetor, gjersa ka qenë në vendin e 68. Ai ka theksuar se me pasaportën e Republikës së Kosovës, e cila po bëhet gjithnjë më e njohur ndërkombëtarisht, qytetarët po përfaqësohen dinjitetshëm, po udhtojnë në më shumë vende pa viza dhe po e fuqizojnë Republikën. Në qendrën e numërimit dhe rezultateve ka filluar procesi i numërimit të votave jashtë Kosovës i realizuar përmes postës. Tërheqja e pakove me fletëvotime është bërë nga kutitë postare të KQZ-s në 22 shtete të ndryshme, si dhe nga kutia postare e KQZ-s në Kosovë. Ndërkohë, disa parregullsi gjatë së dielës, siç ishte mungesa e njohurive të votuesve për ndryshimet në qendrat e votimit, bën që disa ankesa të drejtohen në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa PZAP në një përgjigje me shkrim për RTK. Tha se deri më tani kanë pranuar 3 ankesa. Në 3 raste të ndara, ankesat janë refuzuar si të pabazuara. Një grua dhe vajza e saj e mitur dyshohet se janë therrur pas mesnatës me thik nga kryefamiljari. Të dyja po trajtohen në repartin intensiv në Spitalin Rajonal të Prizrenit. I dyshuari është arrestuar në hyrje të ndërtesës dhe është shoqëruar në stacionin policor. Prokurori kujtestar ka lëshuar akt vendimin për ndalimin e tij 48 orë për dyshimin e kryerjes së veprës penale, vrasje e rënë në tentativë dhe mbajtja e paautorizuar e armëve. Brëm pas mesnatës, policia në Prizren ka pranuar informacion për një rast lëndimi trupor, të cilët me të dalë në vendin e ngjarjes kanë hasur në një grua dhe në një vajzë të mitur të therrura me thik, të cilat janë dërguar menjëherë për trajtim mjekësor. Rasti ka ndodhur rreth orës 12:20 pas mesnatës në rrugën Recep Kabashi në Prizren, ku policia ka pranuar një informat për një rast të dhunës në familje. Patrulla policore menjëherë i është përgjigjur kësaj telefonate dhe me të mbërritur në vendin e ngjarjes ka hasur një person të gjinisë femërore, e cila kishte lëndime të rënda trupore dhe gjakderdhje, të shkaktuara me mjet të mpret thik. Po ashtu në katin e dytë të ndërtesës, policia ka gjetur edhe viktimen e dytë, vajzën e mitur, e cila gjithashtu kishte lëndime të rënda trupore. Policia në ato momente ju ka dhënë ndihmën e parë dy viktimave, ku më pas të njëjtat janë transportuar për në Spitalin Rajonal të Prizrenit. Sipas mjekëve, edhe në këto momente gjendja e tyre shëndetësore vazhdon të jetë e rëndë. Viktimat janë duke marrë trajtim mjekësor në Spitalin Rajonal të Prizrenit. Po rreth ora 00:45 në emergjencën e Spitalit Përgjithshëm Prizren janë pranuar 2 të lënduar sipas së therrjes me thik. Në emergjencë janë kryer ekzaminimet e nevojshme, janë kryer ekzaminimet radiologjike, është dhënë terapioni dhe pas asaj të 2 pacientet janë pranuar për trajtim të mëtejmë në
repartin e kriminologjisë në më vonë në mjekimin intenziv. Me vendim të prokurorit kujdestar, i akuzuari është ndalur për 48 orë. E një person ka gjuajtur me armë zjarri afër gjykatës në Pej. Nga të shtënat e armës së zjarrit janë plagosur rënd 2 persona, të cilët sipas informatave janë në gjendje të rëndë. Policia e Kosovës menjëherë ka dalë në vendin e ngjarjes, ku ka arrestuar personin e dyshuar. Po ashtu, prokurori i krimeve të rënda dhe drejtori i drejtorisë rajonale në Pej ka angazhuar të gjitha njësitet relevante. Aktualisht po kryen veprimet hetimore në vendin e ngjarjes nga njësitet relevante. Dyshimet janë se me 2 armë zjarri janë qelluar viktimat nga personi i dyshuar, thuhet në njoftimin e zëdhënësit të prokurorisë në Pej. Drejtori i Festivalit të Këngës në Radio Televizionin e Kosovës, Rilind Gërvalla, njëherë është drejtori i Televizionit të Kosovës, së bashku me përfaqësues të Gjajkës, vizituan nga afër punimet intensive që po zhvillohen në Pallatin e Rinis në prag të edicionit të 3 Festivalit të Këngës RTK-s. Gërvalla i njoftoi përfaqësuesit e Gjajkës për sfidat financiare me të cilat po përballet Radio Televizioni i Kosovës, por theksoi se pavarësisht këtyre vështirësive, stafi i RTK-s po tregon për kushtim të jashtëzakonshëm dhe profesionalizëm të lartë për ta realizuar një festival edhe më të suksesshëm artistikisht. Ai shprehu mirënjohjen e tij për ndihmën e çmuar që Gjajka i ka dhënë ndër vite në ndërtimin e infrastrukturës së RTK-s dhe në zhvillimin e kapaciteteve njerëzore të transmetuesit publik, mbështetje kjo që sipas tij reflektohet edhe në nivelin e lartë të angazhimit të stafit, ku mbi gjysma janë gra, të përfshira në mënyrë aktive në organizimin e festivalit. Edicioni i 3 i Festivalit të Këngës së RTK-s do të mbahet në 6, 7 dhe 8 nëntor. RTK-n sot e kanë vizituar Komisionerja e Agjencisë për Informim dhe Privatësi Krenare Sogojeva Dermaku dhe drejtoresha e përgjithshme e agjencisë Lumni Edemi. Gjatë kësaj vizite ato janë pritur nga menaxhmenti i mediumit publik. Në këtë takim diskutuan për zbatimin e ligjit për mbrojtjen e dhënave personale dhe rëndësinë që ka mbrojtja e privatësisë në raportimin mediatik. Po ashtu u dakorduan për thellimin e bashkëpunimit ndërmjet RTK-s dhe AIP-s me qëllim forcimin e standardeve ligjore dhe etike në këtë fushë. Ka shkruar kështu drejtori i përgjithshëm i Radio Televizionit të Kosovës, Hysen Hundozi. Shohim tani zhvillimet kryesore nga bota. Presidenti Amerikan Donald Trump ka pritur në shtëpinë e bardhë presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, ku në qendër të bisedimeve ka qenë kërkesa e Ukrainës për furnizim me raketa me rreze të gjatë veprimit të tipit Tomahawk. Takimi vjen në një moment kritik për luftën në Ukrainë dhe për raportet mes Washingtonit e Moskës. It was beautiful, right? Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka kërkuar nga presidenti amerikan Donald Trump që Shtetet e Bashkuara të furnizojnë Ukrainën me raketa me rreze të gjatë veprimi të quajtura Tomahawk. Ai ka theksuar se si shkëmbim Ukraina do të mund t'i ndihmonte SBA-t me prodhimin dhe furnizimin e dronëve ushtarak. Presidenti Trump ka deklaruar se mund të bisedohet për dërgimin e raketave Tomahawk, por ka paralajmëruar se një hap i tillë mund të shkaktojë një eskalim të madh të konfliktit, duke theksuar se edhe SBA-t kanë nevojë për këto sisteme për mbrojtjen e vet. Fillimisht, Trump kishte dhënë shenja pozitive për dërgimin e raketave, por pas një bisede telefonike me presidentin rus Vladimir Putin, ai ka ndryshuar qëndrim, duke thënë edhe ne kemi nevojë për to. Sipas burimeve të Shtëpisë së Bardhë, Trump dhe Putin janë pajtuar që të takohen personalisht në Hungari, takim që pritet të zhvillohet javën e ardhshme. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion. Natën e mirë dhe mirupafshim.